Sezoni turistik veror ka nisur pozitivisht për Kalan Rozafa, që nga muaji maj siti arkeologjik ka kaluar në orar të zgjatur vizitash, i cili do të jetë në fuqi deri në fund të tetorit, duke u lënë turistëve më shumë kohë për ta vizituar. Këtë vit, Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve e mori parasysh propozimin e DRTK-s Shkodër për të shtuar orarin e vizitueshmërisë deri në orën 20, për shkak se edhe e kemi patur këtë si një shqetësim më tepër edhe si një sugjerim nga agjenci turistike që kala të qëndroj edhe gjatë orëve të mbasdites pak më gjatë, për shkak se agjenci turistike synojnë të ikin orarit të orëve të nxehta. Por gjatë gjysmës së parë të qershorit është shënuar rritje e numrit të vizitorëve, ndërsa po shtohet edhe numri i turistëve që vijnë nga vende të ndryshme të Europës dhe më gjerë, sipas drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore Shkodër. Janë rreth mbi 16.000 vizitor që kanë vizituar Kalan e Shkodrës gjatë muajit qershor. Ndërkohë si vit, pothuajse tashmë e kemi kalu shifrën e 80.000 vizitorëve që nga 1 janari. Kryesisht Europa qendrore, bota mesdhetare, patjetër, nga lindja mesme, vazhdon në trendi rritës i grupeve izraelite. Kalaja Rozafa mbetet një nga destinacionet më të rëndësishme të turizmit kulturor në veri të vendit. Gjatë vitit 2025, ajo u vizitua nga rreth 170.000 turistë, ndërsa pritshmëritë janë që ky numër të rritet edhe më tej gjatë vitit 2026.